Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot të keni mundësinë të ndiqni. Edi Rama foli për herë të parë pas zgjedhjeve të 11 majit. Kryeministri u tha shqiptarëve brenda dhe jashtë kufive se premtimi për antarësimin në Bashkimin Evropian është më afër se kurrë. Si kryetari i Partisë Socialiste, Rama bëri të qartë arsyet pse votuan shqiptarët për të dhe ekipin e tij. Sonte në orën 21:00 në Bazel të Zvicrës zhvillohet gjysmëfinalja e dytë Eurovision 2025, ku Shqipëria përfaqësohet nga Shkodra Elektronike me këngën Zjerm, e cila është kualifikuar për në finalen e 17 majit. Në të katërta bashkitë e Jugut, Saran, Delvin, Finiq dhe Konispol e mbyllën në një klim qetësie e qytetarie procesin zgjedhor të parlamentarëve të 2025-s. Damjan Gjiknuri, Ardit Bido dhe Vasil Llajo janë deputetët që fituan nga lista e hapur, të cilët kanë shprehur falenderimet e tyre për banorët e këtyre bashkive. Fermerët kanë ende edhe 15 ditë kohë për të përfituar nga skema kombëtare e bujqësisë. Në qarkun e Gjirokastrës, skema e naftës rezulton me interesin më të lartë, ku aktualisht kanë aplikuar 1030 fermerë, e ndjekur nga ajo e blegtorisë. Ju njohim tani më gjërësisht. Edi Rama foli për herë të parë pas zgjedhjeve të 11 majit. Kryeministri u tha shqiptarëve brenda dhe jashtë kufive se premtimi për antarësimin në Bashkimin Evropian është më afër se kurrë. Si kryetari i Partisë Socialiste, Rama bëri të qartë arsyet pse votuan shqiptarët për të dhe ekipin e tij. Edi Rama shpalli fitore në sheshin Skënderbej duke folur me entuziazëm të kursyer, ndërsa bëhet gati të qeverisë shqiptarët për 4 vitet që vinë. I shoqëruar nga e gjithë familja, kryeministri duar trokiste gjatë rrugës së tij nga Partia Socialiste në sheshin Skënderbej, njerëzit e mbledhur si shenjë falënderimit që ai ka për ata që e mbështetën, posaçërisht edhe për shqiptarët në diasporë. Këto zgjedhje përballën Shqipërinë që di çfarë do dhe di çfarë bën dhe punon e nuk ndalet duke u ngjitur lart e më lart, me Shqipërinë që di vetëm kë nuk do dhe s'di çfarë flet dhe shan e mallkon pa pushim duke ulur poshtë e më poshtë. Shqiptarët zgjodhen mes një Shqipërie gjithnjë më të mirë, të udhëhequr me krenari dhe të qeverisur me vendosmëri në rrugën e mundimshme të fatit ton evropian, dhe një Shqipërie të përgojuar si vend gjithnjë më i keq i tërë zezave, me sy të nxirr nga grushtat e urrëties politike dhe trupin e tërhequr zvarr nga gjuhët e palodhura të asaj urrëtie. Mes dritës së hyjeve të Europës dhe errësirës së gropës së një kapele fake, Shqipëria zgjodhi hyjet. Fjalimi i Ramës vjen kur socialistët e kanë të qartë një shumicë dërmuese mandatesh në parlament dhe kur u kanë premtuar shqiptarëve antarësimin në Bashkimin Evropian pas 5 viteve. Edhe pse numërimi vazhdon, është e qartë që shumica jashtë kufive të Shqipërisë mendon njësoj si shumica brenda kufive. Kryeministri tha se mandati i 4 viteve që vinë është mandati i investimeve të mëdha për t'i dhënë një kthes historike Shqipërisë, duke bërë dhe një premtim që me gjas do të nisë zbatimin në janar të vitit që vjen. Ky është një mandat që shqiptarët na besuan ne në një kohë kur gjëmimet dhe kanosjet e luftës dhe rëmuja e re gjeopolitike paralajmëron kohë me sfida të mëdha përpara. Ky është një mandat ku ne do të jemi më pranë se asnjëherë pensionistëve, me synimin që ta ngrem pensionin minimal në 200 euro, ndërkohë që pagën minimale do ta ngrem nga janari 2026 në 500 euro. Dhe në Shqipërinë 2030, paga minimale do të jetë të paktën 650 euro. Ky ishte adresimi i parë i Edi Ramës për shqiptarët pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Rrov Partia Socialiste e Shqipërisë!
Sonte në orën 21:00 në Bazel të Zvicrës zhvillohet gjysmëfinalja e dytë e Eurovision në 2025, ku Shqipëria përfaqësohet nga Shkodra Elektronike me këngën Zjerm, e cila është kualifikuar për në finalen e 17 majit. Nga 16 shtetet të cilat garojnë në gjysmëfinalen e dytë, vetëm 10 do të kualifikohen në finale, ndërsa spektakli do të transmetohet drejt për drejt në RTS1, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1. Gjysmëfinalja e dytë e edicionit të 69 të këngës Eurovision 2025 vjen sonte në orën 21. 16 shtete do të ngjiten sonte në skenë ku do të interpretojnë këngët e tyre. Gjatë natës së dytë nuk do të mungojnë surprizat e shumta dhe spektakle. Të ftuar special do të jenë 4 artistë, të cilët në Eurovisionin e vitit 2020 nuk mundën të këndonin këngët e tyre për shkak të anullimit të festivalit si pasojë e pandemisë Covid-19 dhe janë ftuar për të riinterpretuar në skenën e edicionit të 69 të Eurovision. Kjo mbrëmje, ashtu sikurse edhe gjysmëfinalja e parë 13 majit, do të moderohet nga komediania dhe aktoria shumë e njohur Hazel Brugger dhe përfaqësuesja e Zvicrës në Eurovisionin e vitit 1991, Sandra Studer. Dy bashkëmoderatoreve në finalen e 17 majit do t'i bashkohet dhe prezantuesja e spektakleve italiane Michelle Huzinger. Nga 16 këngë që konkurrojnë sonte, vetëm 10 prej tyre do të kalojnë në finalen e madhe. Anglia, Gjermania dhe Franca kalojnë automatikisht në finale nga shtetet që garojnë sonte, ndërsa për vendet e tjera, pas përfundimit të interpretimit të artistëve, do të hapet votimi për publikun dhe në fund të mbrëmjes do të mësojmë dhe 10 finalistët e dytë të kësaj gare. Shtetet që konkurrojnë sonte janë Armenia, Australia, Austria, Greqia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malizi, Çekia, Danimarka, Finlanda, Gjeorgjia, Izraeli, Luksemburgu, Malta dhe Serbia. Gjysmëfinalja e 13 majit ishte një sukses për Shqipërinë, ku Shkodra Elektronike me këngën Zjerm u kualifikua për në finalen e 17 majit të edicionit të 69 të Eurovision. Edhe gjysmëfinalja e dytë dhe finalja e 17 majit do të transmetohen ekskluzivisht në RTS1, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1. Minutën këtë qasë në paranoj, si jo të ylber të duket botën, në përëkës një ambulancë ke kurset me arrogancë. Në të katërta bashkitë e Jugut, Saran, Delvin, Finiqë dhe Konispol e mbyllën në një klim qetësie qytetarie procesin zgjedhor për parlamentarët e 2025-s. Damian Gjiknuri, Ardit Bido dhe Vasil Llajo janë deputetët që fituan nga lista e hapur, të cilët kanë shprehur falenderimet e tyre për banorët e këtyre bashkive. Kandidatët e listës së hapur që triumfuan nga këto zgjedhje në qarkun e Vlorës, Damian Gjiknuri, Ardit Bido dhe Vasil Llajo, pas procesit, kanë falënderuar të gjithë banorët e Konispolit, Finiqit, Delvinës dhe Sarandës. Deputetët e rinj thanë se vota e tyre do të përkthehet në punë, projekte dhe mirëqenie për këta banor. Kuptohet të rikthesh pas 4 vitesh është një garë e vështirë, edhe me shkëputjet që kisha pësuar me elektoratin vlonjat, por ndihem shumë i kënaqur, i përmbushur, pasi u bë një fushat shumë e mirë dhe mbi gjitha gjeta mirënjohjen e qytetarëve, pavarësisht se unë isha larguar për 4 vite. Dhe kjo është një vlerë e shtuar për atë çka unë kam thënë në fushat. Vlenjatët vlerësuan modelin politik dhe rolin që unë kam qenë si drejtues, por dhe mënyrën se si kam drejtuar politikisht Vlorën. Kështu që i vlerësoj, i përgëzoj dhe u jam shumë përgjithësi për këtë rezultat fantastik. I parashikoj që diasporat, vlenjatët e diasporës të bëjnë atë që bën dhe vlenjatët e Shqipërisë, pasi një pjesë e tyre janë dëshmitar të ndryshimeve të Vlorës dhe janë të lidhur me familjarët e Vlorës. Kështu që në këtë drejtim mendoj që do kem dhe mbështetjen e qytetarëve të diasporës, mbi gjitha dhe si një votë mirënjohje për atë që bëra të mundur me punën time në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që mundsova votën e diasporës për herë të parë në Shqipëri. Sot unë jam shumë mirënjohës mbi 7.000 shpirtrave, zemrave këtu në qarkun e Vlorës, që siç erdha unë me zemër, më mbështetën me zemër. Jam mirënjohës mbi 2.000 qytetarëve të Vlorës, rrethit të Vlorës, të cilët më besuan në votën e tyre, që t'i përfaqësoj në parlament. Jam mirënjohës shumicës së banorëve të Sarandës, të Delvinës dhe të Konispolit, 3 bashkitë cilat kisha mbulimi politik bashkë me bashkëgaruesit e mi dhe që më besuan shumicën e votave për të përfaqësuar këto 3 bashkinë në Kuvendin e Shqiptarëve.
dhe të gjithë të tjerëve të cilët më dhanë këtë mbështetje. Ishte një fushat e veçantë për arsye se listat e hapura krijuan atë antagonizëm midis kandidatëve dhe si e tillë duhet që secili nga ne të shpaloste vlerat e veta. Në 140 qendra votimi që kishin bashkitë Konispol, Fini, Delvin e Saran, në lista ishin të regjistruar 100.976 të zgjedhës, nga të cilët votuan 27.805. Në 4 këto bashki, Partia Socialiste renditet Forcë e Parë me 15.245 vota, Partia Demokratike me 7.203 vota, ndërsa Forcë e Tretë u rendit Nisma Shqipëria Bëhet me 2.364 të tilla. Fermerët kanë ende 15 ditë kohë për të përfituar nga skema kombëtare e bujqësisë. Në qarkun e Gjirokastrës, skema e naftës rezulton me interesin më të madh, ku aktualisht kanë aplikuar 1030 fermerë, e ndjekur nga ajo e blegtorisë. Aplikimet për subvencione do të mbyllen në datën 30 maj. Në qarkun e Gjirokastrës, fermerët po vazhdojnë me ritme të larta aplikimet për të përfituar nga skemat kombëtare të mbështetjes në bujqësi. Interesi këtë vit është veçanërisht i madh, sidomos për subvencionet që lidhen me sektorin e blegtorisë dhe mbështetjen me naftë për punimet e mekanizuara në bujqësi. Tek skema e naftës deri tani kanë aplikuar 1030 fermerë, nëse i referohemi kuotës vitit të kaluar kanë qenë 1420 aplikantë dhe kështu që parashikohet deri në fund të periudhës mendohet që kjo shifër do të arrihet përsëri, do vete 1400. Ndërsa për skemat e tjera, për të imtat dhe për gjedhin, aplikantët pothuajse kanë mbyllur procesin e aplikimit, janë një numër shumë i vogël. Pra jemi në po ato kuotat e vitit të kaluar. Kostadina, i blegtor nga fshati Shëntodhër i Gjirokastrës prej disa vitesh, ka përfituar nga skemat mbështetëse. Për të, kjo është një ndihmë ekonomike për të përballuar vështirësitë. Për baktit kemi aplikuar çdo vit. Po ja marrim blejmë të pak në këto tokat i kullosim. Pa kanë shpenzime shumë ata. Tani vam sa kemi një 70 që marrim. Aplikimet për skemat kombëtare në bujqësi do të jenë të hapura deri në datën 30 maj 2025. Blegtoria nuk një mosh, këtë e dëshmon 70 vjeçari Dionis Memo nga fshati Su, i cili pas daljes në pension i është përkushtuar këtij sektori. Historia e tij është një shembull i qartë se pasioni dhe vullneti nuk njohin moshë dhe se blegtoria mbetet një burim i qëndrueshëm jetese për banorët e zonave rurale. 70 vjeçari Dionis Memo nga fshati Su i bashkisë Libov pas daljes në pension i është përkushtuar me pasion sektorit të blegtorisë, edhe pse nuk e ka trashëguar këtë zanat nga familja, prej 5 vitesh ai ka zgjedhur të përkujdeset me dashuri dhe përkushtim për 100 kokë të imtash. Memo tregon se kujdesi për të imtat kërkon shumë përkushtim dhe vëmendje të veçantë. Jam pesimist. Sa të imta mbani? Rreth 100 kokë. Dhe kujdes duan të koncentratera, duan nga të gjitha. Me të kurohen, si njeriu edhe baktia, thuajse. Gjeri gjallë nuk të pjetë se je i sëmur, a ke dasëm, a ke vdekje, a ke s'do t'ja di. Do përkujdesje. Do përkujdesje, pa tjetër. 70 vjeçari tregon se kënaqësia më e madhe është kur merr prodhimin dhe e tregton. Ai thot se për produktet që siguron nga të imtat që mban si bulmeti apo mishi, ka interes jo vetëm nga banorët vendas, por edhe nga vizitorët e huaj që ndalojnë në fshat. Te kënaqësia, kur merr prodhim, kur merr të ardhura, po ja qumshi e çojmë në baxho, marrim ardhurat. Ka interes për produktet e tyre edhe nga të huaj që vinë vizitojnë zonën këtu? Po ka. Patjetër që ka interes. Kjo gjë është bio. Nuk është se i hedhun koncentratera, gjëra që nuk ja vlejnë për shëndetin e njeriut, ndërsa kjo ha në natyrë. I pëlqejnë ata? Po patjetër. I ofroni ju për ta? Po patjetër. Historia e tij është një shembull i qartë se pasioni dhe vullneti nuk njohin moshë dhe se blegtoria, edhe pse kërkon mund dhe përkushtim, mbetet një burim i qëndrueshëm jetese për banorët e zonave rurale. Përmes punës së tij,
Ai jo vetëm ka gjetur një mënyrë për të qëndruar aktiv pas daljes në pension, por ka kontribuar edhe në promovimin e produkteve vendase të cilat po tërheqin gjithnjë më shumë vëmendjen e vizitorëve dhe turistëve që kalojnë në fshat. Inflacioni i çmimeve të konsumit gjatë muajit janar dhe shkurt pësoi një rënje të lehtë, ndërkohë që sipas ekspertëve të ekonomisë në muajin prill shënoi një rritje me vlerë 2.3% dhe Banka e Shqipërisë po punon që të arrijë objektivin e 3%-shit deri në fund të vitit. Inflacioni i çmimeve të konsumit ka shënuar një rënje të lehtë gjatë muajve të parë të vitit 2025, duke qëndruar në nivelin mesatar prej 1.9%. Pedagogja e ekonomisë Antoneta Polo u shpreh se gjatë muajit prill ka patur një rritje të vlerës duke shkuar në 2.3%. Kemi një rritje të inflacionit, është për muajin prill vlera e inflacionit ishte 2.3%. Vlerë kjo të themi më e larta e 15 muajve të fundit. Jo se është vlerë shumë e lartë, por është diçka më e lartë se sa ka qenë në 15 muajt që ne që lam pas. Është përsëri larg asaj objektivit që Banka e Shqipërisë kërkon, pra jemi në nivele të kënaqshme të themi për inflacionin, për faktin se shpesh e kemi përmendur që Banka e Shqipërisë mendon që një normë inflacioni 3% konsiderohet e kënaqshme. Polo ndër të tjera bëri me dije se jemi në vlera të kënaqshme dhe ky rezultat vjen edhe si faktor i rritjes së çmimit të shportës së konsumit. Një nga shkaqet të themi që ka shkaktuar këtë rritje të lehtë të inflacionit është dhe rritja e çmimeve. Kam pësuar një rritje të lehtë të çmimeve, sidomos disa nga çmimet e shportës, siç janë produktet ushqimore dhe pijet alkolike, rritje kjo me rreth 1.29%, e ndjekur pastaj nga shpenzimet për argëtime, për qira, për ujë e të tjera me radhë. Ndërkohë që Banka e Shqipërisë parashikon që inflacioni të kthehet gradualisht pranë objektivit 3% gjatë vitit 2025. Në një prej lagjeve më karakteristike të Gjirokastrës, në Dunavat ruhet ende me fanatizëm një nga teknikat më të vjetra të punimit të dorës, qendisma me cimb. Hëna Gega, një grua që është rritur me zgureve dhe historisë së këtij qyteti, e ka kthyer pasionin për qendisje në një mision jetësor. Në një shtëpis tradicionale në lagjen e vjetër, Dunavat në zemër të Gjirokastrës, qëndistarja Hëna Gega mishëron frymën e një qyteti me histori, tradita dhe elegancë të rrallë. E lindur dhe rritur në këtë lagje me zgurve, rrugicave dhe kujtimeve, ajo përfaqëson gruan tipike qytetare të përkushtuar ndaj shtëpis, por me një pasion të veçantë për artin e punimeve me cimb. Një teknik delikate që ka zbukuruar prej shekujsh, veshje, perde, mbulesa dhe çarçaf në shtëpitë gjirokastrite. Cimbin e kam mësuar që kur kisha në moshën 6 vjeçare. Është një punë e veçantë që duhet ta duash, ta dashurosh, pa ta bësh. Nuk bëhet, sepse është një punë që duhet të tërheqësh që ta bësh. Nuk është si punët e tjera, për shembull që kam bërë aty me pundore të tjera me qëndisje apo me tantel. Ato mund t'i bëj çdo njeri që mund të futet në atë linjë. Cimba, punuar me gjilpër të hollë, kërkon orë të tëra për kushtimi dhe mjeshtëri të lartë. Kjo e ka bërë ndër vite simbol të finesës, por edhe një produkt të kushtueshëm që dikur përballohej vetëm nga disa. Kjo është një gjë shumë e veçantë, duhet ta duash me shpirt që ta mësosh. Dhe me sa di unë, më shumë na 10 veta në Gjirokastër nuk janë. Unë nuk kam ku t'ja trashëgoj. Vajza që të vinë të interesojnë nuk kam. Duhet të thash që ta duan, që ta bëjnë. Duke pasur me shumë qejf punën e dorës, më ka pëlqyer që dhe mobilimin e shtëpisë ta ndërtuar me pundore, edhe kjo është një punë e bërë me gjilpër, me cimb. E kam bërë gjatë një kohe 3 mujore. Shtëpia e saj është një ekspozitë e vërtetë e punimeve të dorës dhe trashëgimia me çmuar që do t'i lërë të bijës. Është një kostum tradicional i punuar nga veta jonë në çdo detaj. Kjo është një kostum që unë e kam bërë për vajzën time. E kam prerë, e kam qepur, e kam qëndisur, pa ndihmën e askujt. Është bërë thjesht dua që ta lë trashëgimi, që vajza ta ketë, ta trashëgojë në breza, pasi e di që ajo nuk ka për ta bërë ndonjëherë vetë këtë proces pune. Edhe unë mundova që të gjitha detajet të ishin vetëm në dora ime, që ajo t'i ketë trashëguara direkt në anën e saj, mos ketë askush dorë këtu. Megjithse pranon se është e vështirë të nxjerrësh të ardhurat duke ndjekur pasionin, Hëna nuk dorëzohet. Ajo shpreson se interesimi në rritje i turistëve për kulturën dhe artizanatin
Do të jap frytet e veta dhe do t'ju jap kuptim dekadave të punës me gjilpor ndërbreza. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.